e që shpirti i kënaqur në trupin ton, thot ndalo, nuk guxon, mbajen veti, mos e ngarko tjetrin me atë që po të mundon. Por i lumi Zot ka desht që nëpërmjet agjerimit, pra nëpërmjet arritjes së kënaqësisë shpirtërore, njëkohësisht me arrit edhe shëndetin material, shëndetin trupor dhe mendor, shëndetin psikik. Që është përzgjedhja më e mirë, po. Që është kombinimi më i mirë dhe agjerimi si agjerim natyrisht nuk është vetëm mos marrja e ushqimit dhe lëngjeve në periudhë caktuar kohore, prej lindjes së diellit deri në perëndim diellit, por është njëkohësisht, ashtu siç është thënë edhe nga ditët e pejgamberit alayhis salam, është edhe agjerim edhe me gjuhë, edhe agjerim me sy, edhe me vesh, është ashtu, edhe me duar, me gjitha shqisat tona, pra një kujdes i veçantë që mos teprohet. Mos të teprohet. Kemi kujdes edhe në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Provojmë me përhap dashuri gjatë këtij muaji, mos përhapim agresivitet. A është lehtë? Nuk është lehtë. Gjatë këtij muaji shihet sa vështirë është. Gjatë këtij muaji na e vrejmë atë shkallë të agresivitetit që tenton me dalë. E që shpirti i kënaqur në trupin ton thot ndalo, nuk guxon, mbajen veti, mos e ngarko tjetrin me atë që po të mundon. Pra, në këtë mënyrë, duke reduktuar stresin, na e ulim edhe shkallën e ankthit, se burimi i parë ose pasoja e parë, them ashtu më mirë, pasoja e parë e stresit, që është një situatë fiziologjike, që pra njeriu mund të përjeton strese të ndryshme në jetë, gjithfare. Stres është prej tuvozit nal polici e ta jep tiketin, stres është ajo, po stres është edhe një lajm i keq. Stres është edhe një situatë ku keni problem financiar, për shembull. Pra, duke e bo një jetë sa më të shëndosh, një jetë sa më të qetë, një jetë e cila nuk e ka primare ambicien materiale, po e ka ambicien shpirtërore. Duke e fuqizu personalitetin ton, vlerat etike dhe morale të personalitetit ton, të fuqizu ato, ne i nivojmë edhe trupit edhe mendjes për me qenë ma në balans, ma në ekuilibër, e këtë proces e ndihmon shpirti i kënaqur, i cili tërkohën gjatë këtij muaji është jashtëzakonisht i kënaqur me agjerusin, sepse ai për Zotin e bën këtë punë. Pra është një intervenim hyjnor, kompleks, jemi me të vërtet fatlum që kemi vendosur me qenë pjesëtar të këtij besimi, edhe me shiju këtë intervenim hyjnor, e natyrisht e shijon jo vetëm individi, e shijon këtë familja, se shumë anëtarë të familjes agjerojnë për një herë, dhe ata që agjerojnë gjatë këtij muaji, ata kthehen ka njëri tjetri, shumë më tepër se ka faqe sociale. Kur gjë mos më konë, syfyri edhe iftari i bashkon në një sofër, që nuk është e rastit gjatë 11 muajve tjerë. Është ashtu. Do thot, ka shumë dimensione ky intervenim hyjnor, po them jemi fatlum që jemi pjesë të këtij besimi dhe që e respektojmë në masën shumë të madhe si popullat. Unë jam shumë i lumtur për këtë dhe ta dini se një prej faktorëve që ka kontribuar në mirëqendjen psikologjike edhe trupore të popullatës sonë ka qenë edhe ajo se e ka respektuar këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe agjerimit.